Të nderuar televizikues, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Ish kryeministri Sali Berisha kërkoi lirimin e 4 të rinjve shqiptar të arrestuar në Beograd dhe paralajmëroi protesta para ambasadës serbe në Tiranë nëse kjo nuk ndodh. Ai komentoi gjithashtu deklaratën e komisioneres për zgjerim në Bashkimin Evropian dhe akuzoi qeverinë për përfshirje në veprimtari të dyshimta financiare përmes klubeve sportive. Ish kryeministri Sali Berisha kërkoi lirimin e 4 të rinjve shqiptar që janë arrestuar në Beograd, duke paralajmëruar se opozita do të ndërmarrë protesta të fuqishme për ambasadën serbe në Tiranë në rast se kërkesa e tij nuk plotësohet. Kjo është unike në botë, kjo është turp. Ndaj kërkoj dhe njëherë lirimin urgjent. Përndryshe opozita do të ndërmarrë hapat e veta të protestave të fuqishme para përfaqësisë së Beogradit në Tiranë. Ata duhet lirohen menjëherë. Kryedemokrati komentoi dhe deklaratën e komisioneres për zgjerim në Bashkimin Evropian Marta Koz, e cila u shpreh se shoqëria shqiptare tregon nivel pranimi ndaj korrupsionit. Berisha i quajti këtë deklaratë raciste dhe korruptive. Është një deklaratë e mirëfillt, raciste dhe korruptive. Nëse kemi të bëjmë me korrupsion politik apo korrupsion monetar, kjo është çështje e institucioneve të hetimit të Bashkimit Evropian. Por të akuzosh një shoqëri se pranon korrupsionin në një kohë kur mbështet hajdutin me gjithë peshën që ka komisioni, pak me thënë, po ngjet si ortak i tij. Ai nuk la pa komentuar dhe replikat mes Elisas Piropalit dhe Taulant Badhës lidhur me votimin për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, duke përdorur kritika të ashpra për sjelljen e tyre politike. Eliza kërkon qiqra në hell. Eliza kërkon në shpellën e mafjes debat të hapur. Pra, kjo shpreha më e butë që mund të përdorja për kërkesat e Elisës. Kërkon debat të hapur për Lubin. Dhe ja kërkon tao debatin. Në kohë që e din që Skënderbuçi i saj është kryekput, është të themi lubia me pantallona. Për më tepër, Berisha akuzoi qeverinë dhe kryeministrin Edi Rama se kanë ndruar klubet sportive, Partizani dhe Dinamo në struktura për pastrim parash të lidhura me aktivitetet e palishme dhe bastet sportive. Rasti është kjo që familja Rama ka shtërë në dorë të dy klubet, thoni ju, aty lahen paratë e drogës. Në të dyja. Aty janë kthetrat e mafjes mbi bastet, sportive dhe bastet tjera. Denoj këtë vërtetari kriminale të familjes Rama dhe tentakulave të saj. Po ashtu, Berisha komentoi përjashtimin e 2 këshilltarëve demokrat në Bashkinë e Durrësit, të cilët sipas tij shkelën statusin duke bërë fushat në zgjedhjet për Partinë Socialiste. Kryeministri i vendit Edi Rama do të mbledhë të shtunën grupin parlamentar të Partisë Socialiste në Pallatin e Kongreseve, ku do të trajtohen prioritetet e reformave dhe prioritetet e institucioneve. Mbledhja parashikon fjalimen nga kreu i grupit parlamentar Taulant Balla, raportime nga drejtoresha e kadastrës Lorena Goxobelli dhe bashkëkryetari i reformës territoriale Arbian Mazniku. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste do të mbledhet të shtunën në Pallatin e Kongreseve, ku kryeministri Edi Rama do t'i drejtohet anëtarëve për diskutuar prioritetet dhe agjendën e qeverisë. Mbledhja do të nisë në orën 11 me fjalën e kreut të grupit parlamentar Taulant Balla, ndërsa çdo folës do të ketë 2 minuta kohë për pyetje dhe diskutime. Pjesë e agjendës janë raportimet e drejtoreshës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Lorena Goxobelli dhe bashkëkryetari i reformës territoriale Arbian Mazniku. Një sesion i veçantë do t'i dedikohet prezantimit të strategjisë së komunikimit nga Ministria e Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin, Eriona Ismaili. Mbledhja do të mbyllet me fjalët e kryeministrit Edi Rama dhe kreut të grupit Taulant Balla. 2 ditët e fundit, kryeministri ka zhvilluar takime të veçanta me ministrat në vitën 30. Dje Rama u takua me ministrin e drejtësisë Besford Lamallari, 3 zëvendës ministra Qemal Qefalia, Silva Caka dhe Anisa Ruseti, si dhe drejtorin e komanduar të policisë së shtetit Sokol Bizhga për të diskutuar prioritetet e secilit sektor. Sot kryeministri ka zhvilluar takime me zëvendës kryeministren Elpana Koçiu, ministrin e shtetit për pushtetin vendor Ervin Demo dhe ministrin e shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin Eriona Ismaili, në vazhdim të koordinimit të reformave dhe agjendës qeveritare. Komisioni i posaçëm i reformës territoriale miratoi listën e ekspertëve që do të punojnë mbi ndryshimet e ardhshme në Bashkinë e Vendit. Antarët e komisionit paralajmërojnë ndërgjesa dhe takime në terren për të analizuar problemet e secilës njësi administrative. Procesi pritet të vijojë deri në korrekt me një volum të madh pune për muajt e ardhshëm.
Komisioni i posaçëm i reformës territoriale ka miratuar listën e ekspertëve që do të angazhohen në përgatitjen e ndryshimeve ligjore dhe administrative për bashkitë. Sipas Luciano Boçit, bashkëkryetari i Partisë Demokratike në këtë komision, ekspertët kanë për detyrë të identifikojnë problemet e secilës bashkie dhe të propozojnë ndryshimet e nevojshme. Dashur ekspert, ne presim një ekspertizë shumë serioze, detajuar nga ju dhe jeni ju ata që do bëni ballafaqimet, do nxirrnin pa situatën reale, pasojave të reformës së 2014-2015. Do i referoheni përvojave më të mira me argumenta bindëse dhe do i sillni para komisionit. Dhe në këtë pikë puna juaj është shumë thelbësore. Nga ana tjetër, Arbian Mazniku, bashkëkryetari i Partisë Socialiste në reformën territoriale, theksoi se puna do të nisë menjëherë dhe çdo informacion nga ekspertët do të shqyrtohet në mbledhjen e komisionit. Kjo agjent na krijon një strukturë të qartë të realizimit të dy objektivave, edhe dëgjesa si fillimisht me kryetarët e bashkive, pastaj me ekspertët e fushave respektive apo me institucionet përgjegjëse këtu në komision, po dhe mundësinë që të bëjmë takime në disa takime në territor. Në muajt në vijim, komisioni do të organizojë dëgjesa dhe takime në terren me kryetarët e bashkive dhe sipas nevojës edhe me krerët e njësive administrative. Mazniku theksoi rëndësinë e vizitës në terren për të pasur një kuptim të plotë të problematikave dhe të asaj se çfarë duhet të realizohet. Dëgjesa do të zhvillohen në të gjitha qarqet nga 1 prilli deri në 19 maj, ndërsa më pas komisioni do të vijojë diskutimet për hartimin e produktit final të reformës, i cili pritet të përfundojë deri në korrik të këtij viti. Familja Rapaj në fshatin Kuman të Roskovecit ka hapur dyert e mortit pas krimit të rënd ku 80 vjeçari vrau bashkëshorten dhe më pas veten. Varrimi i 2 viktimave do të bëhet i ndarë, ndërsa familjarët janë në gjendje të rënd emocionale. Fqinjet flasin për konfliktet vazhdueshme në familje të lidhura kryesisht me problemet e njërit prej djemve. Familja Rapaj në fshatin Kuman të Roskovecit ka hapur dyert e mortit një ditë pas tragjedisë që tronditi komunitetin ku 80 vjeçari Shefit Rapaj vrau me armëzjarri bashkëshorten e tij Dashuri Rapaj dhe më pas i dha fund jetës. Në banesën e familjes mbizotron dhimbja, ndërsa të afërmit dhe banorët e zonës vijojnë të hyjnë të dalin për të ngushëlluar familjarët. Sipas burimeve, ceremonia martore për çiftin nuk do të jetë e përbashkët. Dashuri Rapaj do të përcillet për në banesën e fundit në Adhambreas të Beratit. Vendlindja e saj, ndërsa trupi i Shefit Rapaj ndodhet ende në morgun e Fierit dhe nuk është tërhequr nga familjarët. Vëllai Dashuri Rapajt, e cila u vra nga bashkëshorti një ditë më parë, ka treguar se 80 vjeçari, i cili po ashtu i dha fund jetës pas krimit, ishte dhunues. Problematik ka qenë. 50 vjet motra jon gjithmonë për atë ka qenë mbulesë. 50 vjet. Për shembull, kishte hije prindrit të rënd, jo një baba. Të vi fëmija ta përqafoj, të vi gruaja se jemi vetë familjar. Hidhi dorën në qafë, lodhe, bere, kupton? Banorët e zonës tregojnë se familja e autorit nuk është paraqitur ende në banesë, ndërsa janë të pranishëm kryesisht të afërm të viktimës, siç shprehen disa prej tyre. Trupat e dy të ndjerëve ndodhen në të njëjtën banesë? Vetëm dashuria është këtu, kurse shefitin e ka lënë djemët e kanë lënë mort. E ka lënë sa të qetësohet, pasi dhe marri ata afisi shefitit nuk ardh fare këtu. Vetëm janë njerëzit e dashurisë, vëllezërit. Ngjarja ka lënë të ndronditur dhe fëmijët e çiftit, të cilët jetonin prej vitesh jashtë vendit. 3 vajza dhe 3 djem në Greqi, një djalë në Angli dhe vajza që jetonte në Berat janë kthyer pranë familjes, por në gjendje të rënduar emocionale dhe nuk kanë pranuar që të flasin për mediat. Burimet bëjnë me dije se vetëm 4 ditë para ngjarjes në banesën e tyre kishte ndërhyrë edhe policia për të qetësuar mosmarrveshjet mes çiftit. Sipas banorëve, konfliktet më të forta lidhen me problemet e djalit, i cili dyshohet se kishte varësi nga alkooli dhe përfshihej në lojë rafati, duke sjellë tensionet vazhdueshme në familje, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrethana tek kësaj ngjarje. Komuniteti në Kuman mbetet i tronditur nga një ngjarje që ka lënë pas dhimbje dhe shumë pikë pyetje. Ish drejtoresha e Akshit, Mirlinda Karçanaj, është marrë në pyetje nga SPAK si pjesë e një hetimi për procedura të dyshimta tenderash. Gjykata e posaçme ka vendosur që Karçanaj të qëndrojë në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Hetimet përfshin gjithashtu biznesmen dhe ish zyrtar të policisë të dyshuar për përfshirje në këtë grup kriminal.
Mirlinda Karçanaj, ish drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, u paraqit para oficerëve të Byros Kombëtare të Hetimit, ku dëshmoi si personon hetim në kuadër të një çështjeje për tendera të dyshuar. Karçanaj dyshohet se ka qenë pjesë e një grupi kriminal të cilin SPAK e lidh me dy biznesmenët Ergyz Agaçi dhe Ermal Beqiri, të përfshirë në listën e të shumë kërkuarve nga drejtësia. Thirrja e saj për të marrë në pyetje erdhi pak kohë pasi SPAK përdori si provë një dëshmi të ish zëvendësit të saj, Daniel Shima, i cili e implikon Karçanaj në procedura të dyshimta për përcaktimin e tenderave të institucionit. Me vendimin e gjykatës së posaçme, Karçanaj vazhdon të qëndrojë në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Të martën e kaluar, kjo gjykatë hoqi të njëjtën masë për ish zëvendësdrejtoreshën e Akshit, Hava Delibashi, duke zëvendësuar me detyrim paraqitje dhe ndalim për të dalë jashtë vendit. SPAK ka zbardhur se grupi i Agasit dhe Beqirit dyshohet se urdhëronte rrëmbime të rivalëve në biznes dhe i detyronte ata të hiqnin dorë nga tenderat e Akshit. Hetimet janë zgjeruar edhe në përfshirje të disa biznesmenëve dhe zyrtarëve të policisë, ndërsa organi i akuzës vijon mbledhjen e provave dhe dokumentimin e plotë të aktivitetit të grupit. Gjykata e Lezhës ka shpallur sot dënimin me burgim të përjetshëm për Ruben Sarajevën, shtetasin portugez i akuzuar si ekzekutor i biznesmenit Ardian Nikulaj me 19 prill 2023. Seanca u zhvillua në masa të rrepta sigurie ku ishin të pranishëm edhe familjarët e viktimës. Sot në 25 mars gjykata e Lezhës shpalli fajtor dhe vendosi dënimin me burgim të përjetshëm për shtetasin portugez Ruben Sarajeva, të akuzuar si ekzekutor i biznesmenit Ardian Nikulaj. Vendimi i gjykatës erdhi pas një procesi të gjatë hetimor dhe gjyqësor, gjatë të cilit prokuroria paraqiti prova dhe argumente që sipas saj lidhen drejt për drejt Sarajevën me krimin. Në 3 mars, organi i akuzës kishte kërkuar dënimin maksimal duke cilësuar ato si autor kryesor të ekzekutimit, ndërkohë i pandehuri ka vazhduar të mohojë akuzat dhe është deklaruar i pafajshëm gjatë gjithë procesit. Ngjarja ndodhi në ambientin e biznesit të Ardian Nikulajt në Shëngjin, ku ai u qellua për vdekje me armë zjarri. Hetimet kanë treguar se vrasja ishte planifikuar dhe organizuar në mënyrë të detajuar, duke ngritur dyshime se bëhet fjalë për një atentat të paguar. Personi që dyshohet se ka porositur krimin për shkak të konflikteve të mëparshme me viktimën, Ruben Sarajeva, sipas hetimeve kishte rol ekzekutues në atentat. Përveç këtij, hetimet kanë nxjerrë në pa përfshirjen e 4 shtetasve britanik, të cilët dyshohet se kanë ndihmuar në ndjekjen dhe vëzhgimin e lëvizjeve të viktimës para krimit. Autoritetet i konsiderojnë ato si bashkëpunëtor, pjesë e një grupi kriminal të mirë organizuar, ku çdo antar kishte detyra të qarta për realizimin e atentatit. Avokati mbrojtës i Sarajevës ka paralajmëruar apelin duke theksuar se nuk ekzistojnë prova që lidhin klientin e tij me krimin, duke e cilësuar vendimin si të padrejtë. Gjykata e Tiranës ka urdhëruar lirimin e menjëhershëm të 15 qytetarëve të arrestuar pas protestës së 22 marsit. Trupi gjykues e cilësoi të pabazuar kërkesën e prokurorisë për arrest me burg. Të arrestuarit mohuan përfshirje në dhunë, ndërsa jashtë gjykatës ishin mbështetës dhe përfaqësues të opozitës. Gjykata e Tiranës ka vendosur lirimin e menjëhershëm të 15 qytetarëve të arrestuar pas protestës së 22 marsit, duke rrëzuar kërkesën e prokurorisë për masa më të rënda sigurie. Të ndaluarit ishin vënë në akuzë për kundërshtim të forcave të policisë, goditje për shkak të detyrës dhe shkatrim prone me zjarr. Gjatë seancës, trupi gjykues e cilësoi të pabazuara në prova kërkesën e prokurorisë, e cila kishte këmbgulur për caktimin e masës arrest me burg për 5 prej të dyshuarve. Vendimi erdhi pas shqyrtimit të materialeve hetimore dhe pretendimeve të palëve. Në sallën e gjyqit, disa prej të arrestuarve mohuan përfshirje në protestë, duke deklaruar se ndodheshin rastësisht në zonë në momentin e ndërhyrjes së policisë. 3 prej tyre këmbgulën se nuk ishin marrë pjesë në tubimin e thirrur nga Partia Demokratike, por u ndaluan ndërsa po kalonin pranë vendit të protestës. Ndërkohë, jashtë ambienteve të gjykatës, deputetët e Partisë Demokratike dhe mbështetës të tyre prisnin përfundimin e seancës, duke shprehur mbështetje për të arrestuarit. Ky vendim i gjykatës së Tiranës vjen në të njëjtën linjë me rastet e mëparshme, ku edhe protestues të tjerë të ndaluar gjatë tubimeve janë lënë të lirë për mungesë provash të mjaftueshme. Apeli i posaçëm i GJK-s ka lënë në fuqi dënimin me 2 vite burg për ish kryebashkiakun Jorgo Goro, i lidhur me tjetërsimin e një prone në zonën e Livallës. Goro gjykohet në gjendje të lirë dhe nuk ka mas sigurie aktualisht. Ende nuk është vendosur nëse ai do të rikthehet në burg apo do të bëhet bashkimi i dënimeve të tij të mëparshme.
Apeli i posaçëm i GJKK-s ka konfirmuar vendimin e shkallës së parë për Jorgo Goron, duke e dënuar sërish me 2 vite burg për tjetërsimin në një prone në Livadhe. Në fillim të vitit të kaluar, Goro ishte dënuar nga gjykata me 2 vite dhe 20 muaj burg për tjetërsimin e 10.000 metrave katror në Gjilek të Himarës, por përfitoi ulje të dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar, duke vuajtur në total 17 muaj. Për rastin e Livadhes, apeli i GJKK-s vendosi që dënimi të mbetet i njëjtë, ndërsa Goro vazhdon të gjykohet në gjendje të lirë. Autoritetet nuk kanë për të ditur nëse ish-kryebashkiaku do duhet të rikthehet në burg për të vijuar dënimin e plot ose nëse do të merret në konsiderat bashkimi i këtij vendimi me dënimet e mëparshme. Ky vendim shënon një etapë të re në procesin gjyqësor që lidhen me ish-kryebashkiakun e Himarës dhe pasqyron vijimin e monitorimit të zbatimit të ligjit për tjetërsimin e pronave në zona të bregdetare. Rritja e çmimit të karburanteve në vend ka rikthyer furnizimin jashtë kufive, sidomos në zonat pranë Maqedonisë së Veriut. Diferencat e mëdha në çmime po i shtyn qytetarët të kërkojnë alternativa më të lira. Ekspertët theksojnë se barra e lartë e taksave mbetet shkaku kryesor i kësaj situate. Rritja e vazhdueshme e karburanteve në vend po i detyrojnë qytetarët, veçanërisht ata në zonat kufitare, të kërkojnë alternativa më të lira për furnizimin e automjeteve. Një fenomen që duket se po rikthehet është ai i mbushjes së karburantit jashtë Shqipërisë, kryesisht në Maqedoninë e Veriut. Diferencat e ndjeshme të çmimeve mes dy vendeve janë faktor kryesor që po nxit këtë lëvizje. Sipas të dhënave të fundit në Maqedoninë e Veriut, 1 litër naftë tregtohet nga 143 deri në 150 lekë, ndërsa benzina rreth 134 lekë. Në Shqipëri çmimet janë dukshëm më të larta, ku nafta arrin deri në 214 lekë për litër dhe benzina në rreth 199 lekë, duke krijuar një diferencë që në disa raste shkon deri në 50%. Kjo diferencë ka bërë që gjithnjë më shumë qytetarë të kalojnë kufirin për të furnizuar automjetet e tyre, duke rritur ndjeshëm fluksi në pikat e karburantit në vendet fshinje. Sipas raportimeve të Monitor, në disa pika në Maqedoninë e Veriut janë vendosur edhe kufizime për sasinë e blerjes për shkak të kërkesës së lartë nga drejtuesit e mjeteve që vijnë nga Shqipëria. Ekspertët e tregut e lidhin këtë situatë me nivelin e lartë të taksave në vend, të cilat përbëjnë rreth gjysmën e çmimit final të karburantit. Sipas tyre, kjo barë fiskale e bën tregun vendas më pak konkurrues krahasuar në vendet e rajonit, ku çmimet rezultojnë ndjeshëm më të ulta si në Kosovë dhe në Maltëzi. Ndërkohë zhvillimet ndërkombëtare vijojnë të ndikojnë drejt për drejt në tregun e naftës. Paralajmërimet për përshkallëzim të tensione në lindjen e mesme rrisin rrezikun për një tjetër val shtrëngtimi, dhe pse autoritetet kanë paralajmëruar masa fiskale që pritet të sjellë një lehtësim të lehtë për konsumatorët. Në këto kushte, qytetarët mbeten të orientuar drejt zgjidhjeve më ekonomike, ndërsa diferencat e çmimeve në vende fshinje vijojnë të ndikojnë në mënyrën se si ata përballojnë kostot e përditshme. Ndërsa shtrejtimi i karburanteve ka nisur të reflektohet edhe në çmimet e produkteve ushqimore në vend, në tregjet e fruta perimeve qytetarët përballen me rritje të ndjeshme të frutave dhe perimeve, por gjithashtu edhe të bylmetit. Situata po rëndohet më shumë për shtresat e nevojë, veçanërisht pensionistët. Rritja e çmimeve të karburanteve po shoqërohet me një val shtrenjtimi, këtë herë në tregun e produkteve ushqimore, duke rënduar drejt për drejt buxhetin e familjeve shqiptare. Në tregun e fruta perimeve, pothuajse të gjitha produktet janë rritur ndjeshëm në çmim, përfshirë edhe bulmetin. Në vetëm pak ditë, çmimi i domates ka psuar një rritje të fortë. Çmimi i perimeve është rritur me nga 100 deri në 200 lekë më shtrejt se më parë. Rritje ka psuar edhe produkte të tjera si speci dhe patlıxhani. Kjo situatë po ndikon ndjeshëm tek qytetarët, sidomos tek pensionistët, të cilët e kanë gjithnjë më të vështirë të përballin kostot e përditshme. Tregtarët e pakicës shprehen se janë të detyruar të rrisin çmimet, pasi ato diktohen nga tregu në shumicë. Për të mos larguar klientët, disa prej tyre kanë zgjedhur të mos i ekspozojnë çmimet në tezga, duke shmangur reagimet e menjëhershme të blerësve. Në këto kushte, shtrejtimi i karburanteve po jep efekt zinxhir në ekonominë familjare, duke reflektuar rritjen e kostove në çdo hallk të tregut dhe duke bërë gjithnjë më të vështirë për qytetarët për ballimin e jetesës së përditshme. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 26 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me vranësira dhe rreshje shiu në shumë zona, ndërsa pasditja vijon me të njëjtat kushte atmosferike dhe rreshje të herpashershme.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:27 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:06 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 8 deri në 16 gradë Celsius, Kukës 5 deri në 15 gradë Celsius, Peshkopi 5 deri në 14 gradë Celsius, Tiranë 8 deri në 16 gradë Celsius, Durrës 9 deri në 16 gradë Celsius, Kavaj 8 deri në 16 gradë Celsius, Elbasan 9 deri në 17 gradë Celsius, Berat 8 deri në 17 gradë Celsius, Korç 1 deri në 9 gradë Celsius, Vlorë 10 deri në 16 gradë Celsius, Gjirokastër 5 deri në 14 gradë Celsius, Sarandë 8 deri në 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 26 mars 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me reshje shiu në të gjithë territorit. Paraditja dhe pasditja do të jenë me reshje shiu pothuajse në të gjitha zonat. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:21 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:01 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 4 deri në 15 gradë Celsius, Podujev 2 deri në 14 gradë Celsius, Skënderaj 3 deri në 15 gradë Celsius, Pej 3 deri në 13 gradë Celsius, Prishtinë 3 deri në 15 gradë Celsius, Gjakov 4 deri në 16 gradë Celsius, Malishev 3 deri në 15 gradë Celsius, Gjilan 4 deri në 15 gradë Celsius, Perizaj 4 deri në 16 gradë Celsius, Kaçanik 5 deri në 15 gradë Celsius, Suharek 4 deri në 16 gradë Celsius, Prizren 4 deri në 16 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.